Këto janë pamje nga aksi që lidh Elbasanin me Tiranën pas ditën e kësaj të hëne. Shumë makina bllokohen duke shkaktuar trafik të rënduar, kryesisht në hyrje dalje të Elbasanit. Radha e mjeteve që u detyruan të prisin për minuta të tëra shkojnë në disa kilometra, ndërsa policia pavarësisht ndërhyrjes nuk arriti ta lehtësonte trafikun e krijuar. Shkak për këtë situatë u bë dhe mbyllja e segmentit të autostradës Vor-Durrës, sqaruan autoritetet. Mbyllja e përkohshme ka bërë që të shtohet fluksi i mjeteve në aksin Tiranë-Elbasan. Por për shkak të mbylljes së përkohshme të autostradës Tiranë-Durrës për arsye punimesh, nga autoriteti rrugor shqiptar, trafiku i rënduar u krijuar edhe në disa zona brenda kryeqytetit, si dhe në hyrje dhe dalje të tij. Shërbimet e policisë rrugore dhe patrullat e përgjithshme shkuan në çdo kryqëzim dhe segment kryesor rrugor, me qëllim menaxhimin dhe lehtësimin e qarkullimit, por edhe kjo gjë nuk solli lehtësim. Policia e Tiranës u bën apel drejtuesve të automjeteve të tregojnë durim, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe udhëzimet e punojësve të policisë, si dhe të përdorin rrugë alternative për të shmangur vonesat në lëvizje.